hapni ngecim këto. Kështu që kushtetuta këty në do të një zgjedh kryetarin, nënkryetart e minoriteteve. Sepse mendësia e bllokimit zakonisht gjithmonë është një hap përpara se sa atyre zgjidhjeve. Po, zotëri Blaka, ja mendon edhe ti kështu si zonja Shkodra dhe Shkodrani për këto çështja, duhet i drejtohemi kushtetuesës, më fal. Të dy pajtohen me mua se sistemi nuk është në rregull, por po e thon pak me fjalë të tjera. Jo, na pajtohemi që personat që po interpretojnë sistemin nuk janë në rregull. Të lutem. Sistemi politik në Kosovë është jo funksional. Çdo lloj prodhimi që mund të vijë është përsëritje dhe ripërsëritje e asaj që kemi parë për 20 e sa vite deri më sot. Kosova duhet të ndalojë së funksionuari me një sistem i cili në vazhdimsi e saboton vetveten. Sistem quhet një rregullim i cili në momente të caktuara mund ta korrigjojë edhe veten. Në momentin që po flasim, për ngërçin që po flasim, sistemi jonë nuk mund ta korrigjojë vetveten për arsye se është bërë i tillë që të vështirësohet korrigjimi. Në kuptimin që duhen 2/3 e parlamentit, domethënë për të amandamentuar kushtetutën, plus duhen 2/3 edhe të minoriteteve. Domethënë, ky është një sistem i rregulluar për të mos funksionuar. Në këtë kuptim, mendjet e ndritura nuk kanë çamerën me pasojat e këtij sistemi. Ne duhet të ngrisim zërin për shkakun. Edhe në qoftë se i përsërisim zgjedhjet, gjithmonë do të kemi parti të pazarët, gjithmonë do të kemi ministra që vinë, domethënë, fare të papërgatitur për detyrat e tyre, do të kemi deputet të cilët fare nuk e dinë dhe nuk e kanë përgjegjësinë e të qenit deputet, do të kemi një ngritje komplet pa filtra, do të kemi ngritje të këtyre mendjeve bllokuese, si themi, njerëz të frustruar që mendojnë që duhet domethënë të afirmohen duke bllokuar, duke mos funksionuar, duke rrezikuar shtetin e Kosovës. Aq sa është rreziku i madh për Kosovën nga armiku i jashtëm, nga armiqtë e jashtëm, po aq është edhe mos funksionimi së brendshmi rrezik i madh. Prandaj, mendjet e ndritura në Kosovë duhet të krijojnë një momentum ku populli të ngritet dhe të thot fjalën e tij që të ndryshohet totalisht kjo kushtetutë dhe të krijohet një sistem funksional për të vepruar siç duhet shteti i Kosovës. Dhe ky sistem funksional do të ishte së pari të ndryshohet Kosova shtet multietnik dhe të shpallet Kosova shtet i kombit shqiptar dhe i pakicave lojale. Do ta përsëris, i pakicave lojale. Dhe në këtë drejtim të fitohen me